Përshëndetje zonja dhe zotërinj, jeni me emisionin Klik Plus në televizionin 21, ku për të folur për aktualitetin politik në vend, të ftuar në studio, kam zëvendës kryeministrin e parë Bekim Sali, por njëherët edhe sekretari i përgjithshëm i partisë tani më vlen. Përshëndetje dhe mirë se erdhe, zoti Sali. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Faleminderit, zoti Sali, po e fillojmë me atë që gjatë këtij vikendi ishte më aktuale, pikërisht dhe më e freskët në opinion, mbështetja e disa qytetarëve në Kumanov, të cilët u mblodhën edhe ato protestuan para konsulatës së nderit në Kumanov në mbështetje të presidentit serb Aleksandar Vučić. Por ajo që ra në sy dhe që shkaktoi reagime të shumta në opinion ishin pikërisht thirrjet për Kosovën. Më parë Lus Regjina, të ndëgjojmë edhe thirrjet që u bën gjatë kësaj mbështetje, gjatë këtij tubimi, le ta quajmë, dhe më pas se komentojmë. Časam rođen na modole, gde protiv četiri. Ja sam ovdje sa Kosova, ponosim se ti. Ja sam ovdje sa Kosova, ponosim se ti. Časam rođen na modole, gde protiv četiri. Ja sam ovdje sa Kosova, ponosim se ti. Ja sam ovdje sa Kosova, ponosim se ti. Zoti Sali, pra e ndëgjuam edhe këngën e cila pikërisht u paraqit gjatë kësaj mbështetje në Kumanov, pra jam djalë nga Kosova, krenohem me këtë, e ashtu siç e ndëgjuat edhe vetë, pse pikërisht pra këto thirrje në Kumanov dhe cili është komenti juaj për këtë? Nuk mund të komentoj pse pikërisht ato këngë në Kumanov, mund ta paramendoj arsyeën nostalgjinë që e kam për Kosovën, po është procesi kryer. Kosova është sot shtet i pavarur, i njohur nga ana e shtetit tonë. Kosova është shtet mik, fqinj, shtet me të cilin kjo qeveri e ka mbajtur mbledhjen e parë ndërqeveritare në Prishtinë, domethënë orientimin ton politik i kemi dëshmuar që nga fillimi, që nga formimi i kësaj qeverie aktuale, dhe e ardhmja e bashkëpunimit tonë me Kosovën është e qartë, shtet me të cilin edhe ekonomikisht, po edhe politikisht jemi në relacione shumë të mira fqinësore, kështu që nuk... Keni reaguar, zoti Sali, si vlen për këtë çështje, përveç asaj që reaguat nëpërmjet disa reagimeve publike, nëpërmjet, le të quajmë atëherë edhe njoftimeve publike, si koalicion vlen që kjo protestë ka qenë organizuar nga miku i Bujar Osmanit, zoti Stajić? Po është evidente kush i ka dhënë mandat zotit Stajić që të jetë konsul nderi në Kumanov. E kemi dhënë edhe deklaratën publike si vlen për qëndrimin tonë rreth se kush i mban këtë lloj mitingu, proteste, kështu me radhë, në përkrahje të presidentit Vučić, kështu që nuk kisha pa të arsyeshme shumë të... Po, e thash edhe në fillim, dije qartë qëndrimi jonë si qeveri për raportet tona me Kosovën, për krahjen që e kemi, bashkëpunimin që e kemi, komunikimet në niveli më të lartë të mundshëm, më të mirë të mundshëm që e kemi me Kosovën, komunikimi i vazhdueshëm, bashkëpunimi në nivel të duhur, kështu që nuk e shoh të arsyeshme të merremi me një numër të vogël minor prej 100 veta që janë mbledhur në Kumanov në përkrahje të presidentit Vučić, kështu që Po, për shkak se u bëra këtë pyetje, për shkak se pas protestës së studentëve shqiptar, thirrjet ata të cilët i bën, ku përmendon edhe UÇK, pat reagime dhe nxitën shumë reagime edhe në rrjetet sociale, dhe për këtë reaguan palatjetër, kështu që jo rastësisht, domethënë, u bëra këtë pyetje se a u kanë penguar këto thirrje dhe këto këngë pikërisht në tubimin e mbështetur për presidentin serb. Në princip çdo nxitje dhe apo ngjallin nxitje ndëretnika. Çdo nxitje e emocionet nuk është agjende kësaj qeverie.
Më thonë, ne nuk e shohim të arsyeshme që përmes nxitjes emocioneve të pala tjetër, të një etni tjetër të arrim ndonjë qëllim caktuar politik, nuk i kemi bërë këtë politik, deri më tani e kemi dëshmuar se jemi në interes të qytetarëve të këtij vendit, kështu që besoj se kaloj pa incident dhe urojmë të jetë ashtu. Po, mirë po, a keni informacione, zoti Sali, se kush i ka financuar këto këto qytetarë në fakt? Po nëse organizatori ka qenë miku i partisë në opozit, të cilit i e kanë dhënë edhe mandatin të jetë këtu, besoj se edhe financimin ata e kanë bërë. Po, për shkak se kishte informacione se dikun të rreth, nëse zgabohem, 400.000 denar kanë qenë të financuara pikërisht nga Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë. Është e mundshme, nuk e kam këtë informacion, po është e pritshme, domethënë nuk habitemi nga kjo. Mirë, atëherë, zoti Sali, të kalojmë tek çështje të tjera, pikërisht tek provimi i cili ende domethënë nuk ka gjetur një zgjidhje tek provimi i jurisprudencës. Lidhur me provimin e jurisprudencës, zoti Sali, po shohim se ka qëndrime të ndryshme, po fillojmë atëherë nga kryeministri, i cili ditë më parë pas protestës së studentëve tha që pritet që ligji i ri për jurisprudencën të dërgohet në Komisionin e Venecias dhe më pas të shohim edhe feedbacku nga Komisioni i Venecias, mendimin më konkretisht që duhet të jap ky komision. Nga ana tjetër kishim edhe deklaratat e liderëve të Vlenit, zotit Mexhiti dhe zotit Kasami, të cilët thanë se brenda 3 muajve do të ketë zgjidhje për këtë çështje. Ju nga ana tjetër thatë që për një javë do të ketë zgjidhje për provimin e jurisprudencës, madje gjatë ditës së djeshme edhe kryeministri Mickoski tha që së shpejti do të ketë një zgjidhje e cila do të jetë e pranueshme besoj se do jetë e pranueshme për krejtpalët. Cila është e vërteta në këtë rast? Tani kështu, e vërteta është se shumë shpejt do t'jepet zgjidhje e duhur, të cilën patjetër ta pranoj se nuk e bën politika, por e bëjnë ekspertët të cilët janë të asaj teme. Ne në parim që nga fillimi kur studentët erdhën për ta qajt hallin e tyre dhe nevojën për të dhënë provimin në gjuhën shqipe, ishin të mirëpritur dhe me njerë ju përveshën punës. Domethënë nuk kisha pas informacion më herët se kanë aso lloj kërkese kanë pas në 2 vitet e paraprake, kishin kërkuar një zgjidhje të mundshme, por nuk që në vitin 2024. Por nuk i kishin gjetë zgjidhjen, ju përveshën punës dhe pas një jave kishim një takim koordinativ me kryeministrin, në të cilin u morën vesh që politikisht do të ketë përkrahje, por do duhet ekspertët të merren me këtë çështje dhe gjejnë zgjidhjen dhe rrugdaljen e duhur që tjetë e përkrahur, ashtu si që ka të cekë edhe vetë kryeministri, dhe tjetë e përkrahur edhe nga palët politike, po edhe nga ana e studentëve dhe institucioneve të cilët duhet të respektojnë vendimin e tillë. Vendosëm që të bëjmë një ekip pune, një grup pune, një komision pune, si çdim të themi shpesh, dhe ata të merren me zgjidhjen e duhur. A do të ketë nevojë ajo zgjidhje të shkojë në Komisionin e Venecias, apo do të zgjidhet pa nevojë për të shkuar në Komisionin e Venecias, brenda kësaj jave, unë besoj ditën e enjte do duhet të sjellet një draft final, një zgjidhje finale me të cilën edhe do të vendoset se modeli i dhënë si zgjidhje a ka nevojë të shkojnë në Komisionin e Venecias ose jo. Po, janë pikërisht të zotri Sali këta njerëz të grupeve të punës që do e vendosin këtë zgjidhje, apo me këtë punë është marrë edhe qeveria, edhe Ministria e Drejtësisë nga ana tjetër? Janë pikërisht grupet e punës të njëjta që u krijuan pas protestës së parë. Unë në deklaratën e fundit thash brenda një jave do të kemi zgjidhjen finale. Zgjidhja finale është nga ekspertët. Për arsye se ne politikisht mund të merremi vesh. Nga grupet e punës. Se duhet të ketë zgjidhje, ne kemi dhënë përkrahjen dhe mbështetjen politike që duhet ta ketë ky vendim, mirë po çështjen teknike e bëjnë ekspertët. Dhe ata në bazë të ndryshimeve dhe adaptimeve në ligj për dhënien e provimit të jurisprudencës mund ta konstatojnë se nuk ka nevojë të shkojnë në Komisionin e Venecias për shkak se mbulojnë gjitha kriteret për një ligj i cili duhet të përkrahet, apo për ndryshim të ligjit i cili duhet të përkrahet, apo ndoshta ka nevojë të shkojnë në Komisionin e Venecias. Po është shumë irelevante a do të
kalon edhe 1 muaj plus në Komisionin e Venecias, apo do të miratohet dhe do të kaloj në implementim. Kështu që unë faktorin kohë nuk, që nga fillimi e kam deklaruar disa herë se nuk duhet të nxisim me kohën për shkak se zgjidhjet e shpejta shpesh herë na japin edhe këso pasoja si mos harmonizimin e ligjeve të cilat kanë të bëjnë me ligjin e gjuhëve, kështu me radhë, dhe pasojat pastaj paraqiten studentët, paraqiten zanatli, paraqiten sportistët, paraqiten atë, do të thonë, llogaritni tash ne kemi bën mapimin dhe analizën sa nevojë, sa lloje të provimeve shtetërore ka në të cilën do duhet të implementohet gjuha shqipe. Keni thënë që përveç jurisprudencës do të zgjidhen edhe çështje të tjera. Kjo temë tash ka tërheqë edhe një temë tjetër. Sa certifikata duhet të jepen në dygjuhësi, në gjuhën shqipe, provimi të jepet, domethënë format se si jepen, të kush jepen, të odat ekonomike, të oda e mjekëve, e avokatëve, përmbaruesve, e kontabilistëve, kështu me radhë, e kemi mapuar, bëhet fjalë për dikun mbi 40. Të gjithë do të kenë zgjidhje? Një nga një do shkohet? Ne mundohemi që gjitha t'i mbulojmë dhe njëherë përgjithmonë ta mbyllim këtë temë. Për arsye se vërtet është në interes të studentëve, të gjithëve të cilët do ta shfrytëzojnë atë provim, certifikat, diplomë apo leje pune për ndonjë sektor ose licencë pune, por nuk është temë me cilën ne do duhet një nga një të merremi me ta për arsye se ajo do të jasë dikun 5 vite për shembull. Po. E qartë, më që ta zgjidhim një herë përgjithmonë, ne tash përveç zgjidhjes për provimin e jurisprudencës, paralelisht i hecim gjitha, që të mundemi t'i klasifikojmë për arsye se dikun duhet provimi është në mënyrë elektronike, para kompjuterit vetëm duhet të përkthehen pyetjet, nëse nuk janë përkthyer në të kaluarën, dikun është në mënyrë gojore, para komisionit, me tërheqje pyetjesh, gjitha format i finalizojmë dhe si të tillë do ta sjellim vendimin, por për jurisprudencën presim brenda kësaj jave ta marrim versionin final të cilin komisioni do të ofrojë. Po, e pikërisht këtu do të ndalemi. Tha që drafti final do të jetë gati në ditën e njëjtë. Bëhet fjalë për ligj të ri, zotëri Sali, apo ndërhyrje në ligjin aktual për jurisprudencën? Jo, domethënë kështu. Ligji ekziston. Ne nuk kemi nevojë për ligj të ri të bëjmë. Mund të jetë adaptim, mund të jetë ndryshime në të cilin kandidati do të shpreh interesimin, kërkesën për të dhënë provimin në gjuhën në të cilin ka studiuar. Kaq. Nëse është kaq binore, domethënë nuk ka nevojë për mendime nga pala e tretë e kështu me radhë. Domethënë ekspertët do të vendosin si është më e shëndoshë edhe për interes studentëve, po edhe të institucioneve. Po, për shkak se u tha më herët edhe nga kryeministri Mickovski se ndoshta do të ketë edhe një ligj të ri për provimin e jurisprudencës, por në fakt ekspertët e fushës e kërkuan që vetëm të ketë harmonizim të ligjit aktual me ligjin për gjuhë. Fillimisht ideja, mund të ketë ligj të ri. Ligji i ri do të na impononte edhe Komisioni i Venecias edhe debat më të gjerë për opinionin. Për momentin nuk bëhet fjalë për ligj të ri, por vetëm për ndërhyrje në ligjin aktual. Për ndërhyrje në ligjin aktual, po. Dhe çështja e provimit të jurisprudencës, unë e konsideroj si të zgjidhur prej momentit kur do të ofrohet, tash a do të implementohet nga muaji i parë, apo do të na merr një kohë të duhur, është irelevante. Besoni. Në esencë, ne jemi përkushtu për ta zgjidh problemin. Me atë, në pako zgjidhim edhe 40 tjera. Tema e provimit, certifikatës, njëre përgjithmonë e zgjidhim dhe nuk do të duhet në të ardhmen përsëri një gjenerate e re e studentëve të merret me tema se në çfarë gjuhë do të japin provimin apo çfarë certifikate do të marrin. Domethënë të zgjidhet njëre përgjithmonë. Nëse sa kohë në fakt duhet ju presin studentët për shkak se ata thanë që kauzën e tyre nuk do e lënë në gjys, por do i shkojnë deri në fund, ku hapan edhe çështje të tjera, thanë që në takimet që kanë pasur edhe me grupe të tjera të drejtimeve tjera të studentëve, janë përballur me të njëjtat probleme. Ju që thatë se përveç provimit të jurisprudencës do të ketë edhe do të duhet që të japin edhe në gjuhën shqipe edhe shumë çështje të tjera. Diçka një ligj pra që ju garanton me kushtetut. Do të thotë kjo që më tani studentët do të kenë zgjidhjen e duhur dhe nuk do të kenë më nevojë për protesta? Shiheni, edhe për këtë çështje, domethënë
protesta nuk ka ndryshuar asgjë, besoni. Pse mendoni që nuk ka ndryshuar? Deklarata e parë që e kam dhënë, me të cilën kemi thënë se do të zgjidhet çështja e studentëve dhe provimin do të japin në gjuhën shqipe, ka qenë para se të mbahet protesta e parë. Dhe nuk ka pas nevojë për protestë. Po, si s'ka pasur zoti Sali, ku një ditë para lajmërimit të studentës, para mbajtjes në fakt të studentës së protestës së 18 majit, dolën eksponentë të qeverisë, ju dolët me statuse në rrjetet sociale se provimi i jurisprudencës do të zgjidhet së shpejti, pastaj dolët edhe me qëndrime, afatet të cilët i përmenda edhe më herët. A është e vërtet se është së Po, pse shpejti? pikërisht atëherë një ditë para protestës nuk dhe është- thoni që kjo është nuk kanë protesta e luajtur dytë. rol Shikoni, protesta e kjo është studentëve. protesta e dytë. Po. Edhe protesta e parë që ishte në muajin prill, para asaj unë kisha deklaruar se kjo çështje do të zgjidhet. Po, mirë po, kaluan Shikoni. një muaj e gjysmë dhe nuk pa zgjidhje. Do më thonë kështu, nëse diçka nuk është zgjidh 22 vite, Po, ata duhet të mbajnë përgjegjësi ata të cilët nuk e kanë zgjidhur. Po. 22 vite nuk është zgjidh. Në rregull. Vitin 2019 është miratuar ligji për gjuhët. Në vitin 2020 ka filluar implementimi i ligjit për jurisprudencën. Prej vitit 2020 deri në vitin 2024 ka 4 vite. Nuk është rregulluar. Asnjë student s'ka reaguar. Të gjithë e kanë dhënë provimin në gjuhën maqedonase. Nuk mund të kërkoni për një muaj të zgjidhet ai problem. Për arsye se ishte temë e panjohur për mua. Personalisht temë e panjohur, për arsye se nuk vin nga fakultetet e studimeve mirë po, shoqërore. studentët të cilët janë organizatorë tani më gjenden në vitin e 4, ata këtë iniciativë kanë marrë që në vitin e 2. Nuk janë në vitin e 4 shumica, do të thonë pa marrë parasysh. Ata do ta japin provimin në gjuhën shqipe. E tash, unë e kuptoj se këtë mundësi ka tentu ta shfrytëzon partia në opozitë. Mirë po nuk ju del mirë, nuk ju doli ashtu siç pritën, nuk ka efekt. Ne obligimin nuk e marrim për shkak protestës. Ne kemi marrë që nga dita e parë, le ta dëshmojnë studentët. Po mirë, nëse studentët nuk ishin reaguar për këtë, do e zgjidhni ju zoti Sali? Shprehem. Nëse studentët do ta lenin vetëm me takimin e parë që e kemi pas me kryeministrin, kjo çështje përsëri do të zgjidhet se kështu. Që do të thotë se ka qenë kërkesë e studentëve, zoti Sali? Absolutisht. Dhe jam mirënjohës dhe jam përkrahës i kësaj kërkese. Për arsye se çdo qytetar ka të drejtë të kërkon të drejtën e tij. Qoftë për gjuhën shqipe, qoftë për punësimin e tij, qoftë për biznesin e tij, qoftë për hallet e tij që i ka në vendin ku jeton, në komunën ku jeton. Po pse thoni që s'ka efekt protesta? Mirë, po nuk e kanë nxit, jo, kështu, domethënë mos t'i devijojmë deklaratat. Efektin e kohës nuk e ndryshon. Për arsye se do të zgjidheshte në mënyrën e njëjtë. A protestuan, a nuk protestuan, ne përsëri me dinamikën e njëjtë e punuam çështjen. Besoni. Ne nuk kemi bë asgjë më tepër ose më pak për shkak se protestojmë. Ndoshta presioni studentore ka përshpejtuar procesin, zoti Sali. Jo, shiheni. Më thonë unë këtë edhe studentëve ju kam thënë, ju nëse doni të protestoni, është e drejta e juaj dhe do ta keni përkrahjen e gjithëve. Po, ju keni qendër të parë që ua keni zgjatur dorën studentëve. Është mirë të jeni entuziast. Mirë po të drejtat e juaja nuk kërkohen me protesta për gjuhën shqipe në provimin e jurisprudencës. Për arsye se e keni një zëvendës kryeministër i cili ju ka ndëgjuar, i ka përvesh krahët, ka thirr komision, e ka ul kryeministrin, jemi marrë vesh politikisht që kjo çështje do të zgjidhet dhe do të zgjidhet. Nga ana tjetër, zoti Sali, kemi pasur ministrin e drejtësisë, i cili edhe tani përderisa flasin, ai nuk ka ndryshuar qëndrim. Po në këtë trekëndësh nuk është ai. Nuk është ai, do të thonë fare nuk pyetet, nuk është pyetur? Në këtë trekëndësh nuk është. Që nga deklaratat e para. Dhe ne kemi thënë, nëse mbetemi në vendimet e tia personale, nuk do të trajtohet kjo temë. Ne do të zgjidhim në mënyrë që për arsye se në fund të ditës përgjegjësinë politike e mbartim ne, nuk e mbartim ministrat, as zëvendës ministrat, as drejtorët. Do me thënë do i shkoni deri në fund edhe nëse ka kundërshtim nga ana e zotërit Fillkov. Shiheni. Prandaj e them nuk protesta as e kanë nxit, po e kanë ngrit vetdije ndoshta te qytetarët se ka një problem. Pa mbështetje shumë të madhe, po. Edhe ajo është për të unë kam qenë protestues. Unë e di si organizohet protesta. Unë në skenën politike u futa përmes protestave, përmes reagimit publik. Ne reaguam 2 vite
u munduam përmes organizimeve qytetare ta bëjmë, nuk u bë, pastaj duheshte të protestojmë që ta ngrisim vetdijen, ta nxisim vetdijen te opinioni. Më thonë, e di si është, po arsyeja e protestimit tim aso kohë me këtë sot ka dallim shumë të madh. Dhe nxitja e protestës nuk ka të bëjë vetëm me provimin e jurisprudencës. Këtu më vjen keq se partia opozitare u mundua ta shfrytëzoj rastin. Pse mendoni që është politizuar protesta? U mundua ta keqpërdor. U mundua ta shfrytëzoj, ta keqpërdor, por besoni absolutisht pa efekt për arsye se sot kemi një qeverisje më të përgjegjshme. Për çdo temë ne mundeshim vetëm temën e jurisprudencës ta zgjedhim. Gjitha tjera të lam anash. Po tash ne hapim edhe 40 tema tjera. Po kjo ishte edhe kërkesa e studentëve edhe në protestën e dytë, zoti Sali. Po jo, ne mundeshim të... Ata thanë që kërkojmë respektimin e gjuhës shqipe në të gjitha institucionet për shkak se dhe po kolegët tanë përballen. Ne mundeshim ta bëjmë një nga një do t'i zgjedhim. Ashtu siç na i zgjidhnin më herët problemet. Po, mirë po thatë më herët tha që do kalojnë ndoshta edhe 5 vite. Si? Më herët thanë që ndoshta kjo periudhë për të zgjidhur edhe provimet të tjera dhe çështje të tjera, ndoshta do të merr edhe 5 vite. Që do të thotë se gradualisht një nga një do kërkon. Nëse e shtyshim ashtu siç ishte tradit më herët, do të merrte 5 vite, 10 vite ose asnjëherë do të infinit do të mbeteshte. Po ne jemi më të përgjegjshëm. Në këtë aspekt jemi më të përgjegjshëm, e ndëgjojmë zërin e qytetarit, kërkesat, problemet reale me të cilët ballafaqohen dhe mundohemi të zgjidhim në mënyrë esenciale, që mos të përsëriten përsëri. Po, do kërkoni kur do jetë drafti finali versionit të ligjit për jurisprudencën, do i thirrni edhe studentët, organizatorët e kësaj proteste për ta parë nga afër dhe për të konsultuar, a jeni konsultuar edhe me ta për këtë draft të version? Që ata ta shohin nga afër se është i përshtatshëm apo nuk është i përshtatshëm, që mos vim deri te protestat e radhës. Tash, shikoni. Në princip, unë jam institucionalist dhe mundohem të respektoj mendimin final të ekspertëve, ku aty marrin pjesë ekspertë të cilët janë të dy etnive. Do përfaqësojnë edhe shqiptarët edhe maqedonasit, etnitë më të mëdha. Por nuk janë për shkak të përkatësisë etnike, janë për shkak ekspertizës aty. Mirë po, asnjëri nga ata nuk e ka interesin edhe udhëzimin apo kërkesën nga ana e politikës, nga ana ime dhe e kryeministit, për të paketuar diçka që nesër mund të krijojë problem. Po çfarë në qoftë se ky draft version nuk i plotson kërkesat e studentëve? Dhe sërish do jemi në këtë situatë që ishim Cila është kërkesa përveç gjuhës shqipe në provimin e jurisprudencës? Cila është kërkesë tjetër? Po ndoshta mund të ketë edhe në gjuhën shqipe paralel të jepet edhe në gjuhën maqedones. Po e them hipotetikisht. Në gjuhën, kështu, ideja është që ajo të jetë në gjuhën në cilën ata kanë studiuar. Nëse kanë studiuar në gjuhën shqipe, ka drejt të kërkojnë në gjuhën shqipe. Nëse ka studiuar në gjuhën angleze, të kërkojnë në gjuhën angleze dhe kështu me radhë. Domethënë në gjuhën në cilën ai ka studiuar për shkak se më së miri do të shprehet. Kjo është ide. Shumë e qartë, le të kalojmë pak tek protesta, zoti Sali, pam që në fakt nuk pat asnjë reagim nga ana e koalicionit Vlem, pikërisht për studentët të cilët erdhën nga Shqipëria në mbështetje të studentëve shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut. Ata u ndalën në fillim në pikën kufitare Blat, më pas u devijuar rruga, i dërguan në Kumanov. Ata ishin të ngujuar, zoti Sali, gati 8 orë në autobus, dhe nuk pam se kishte ndonjë reagim zyrtar në këtë rast. Si e keni parë ju? A ju pengoj në fakt ajo që pam atë ditë që ndodhi? Unë kam qenë informuar në fazën e fundit, finale, kur ambasadori Mejdani më kontaktoi dhe më informoi se ka kështu një rast që i cili ka ndodhur, mirë po pas asaj, pas gjysmore, veç ma studentët u orientuan, u liruan dhe u orientuan te ambasada e Shqipërisë këtu të ne. Nga ambasadori pa ta kërkuar që edhe unë t'i takoj ata, edhe pse kisha një agent të ngjeshur me mysafir që më kishin ardhur nga rajoni, takim ministror ishte në vendin tonë. Mirë po kërkova që t'i takoj studentët, sugjerimi i vetë ambasadorit ishte që mos të bëhet ai takim mes neve, për shkak të elektrizimit të cilin studentët skajshmërisht e kishin në ato qaste, që i kuptoj.
Unë mendoj, dhe më thënë kështu, si mbas asaj që kam arrit të mbledh informacione dhe të devijimi i rrugës ka ndodhur për shkaqe preventive në të cilën në qendër të Shkupit është mbajt një tubim i tifozëve të Vardarit, klubit futbollistik Vardari, dhe për ta evituar ndonjë incident të mundshëm nga tifozët e Vardarit me përkrasit studentët të cilët kishin ardhur nga Shqipëria, devijimi i udhëtimit tyre ishte bë përmes qarkorës së Shkupit. Po mirë, edhe qarkoria ka edhe nga rruga tjetër, ka shumë alternativa për të futur. Dhe pastaj aty ka ndodhur ndonjë ndërhyrje e doganës, të cilën ende sot e kësaj dite, domethënë e konsiderojmë si tendencë për të krijuar një incident në mënyrë artificiale që të mundemi tash të futemi ta devijon komplet tema e protestës në konflikt me Thoni që ndërhyrja e doganës ka qenë këtu në Shkup? Jashtë Shkupit. Jashtë, në Kumanov? Në Qarkore. Në Qarkore, po. Në Qarkore. E pse pikërisht u dashtë zoti Sali 8 orat ato mbahen në të ngujuar? Ka të bëjmë me, domethënë nuk e arsyetoj veprimin e tyre absolutisht, edhe pse është e drejtë e doganës mobile të ndalon cilin të doj brenda territorit Maqedonisë Veriut. Po, mirë po jo edhe të ketë keqtrajtime, pa një student ku u keqtrajtua nga doganieri. E konsiderojmë si keqtrajtim dhe kjo nuk është dashur të ndodhë. Këtu më tepër i ngjan një tentimit për të shkaktuar një incident se sa një kontrolle rutinore, mirë po kjo tentim nga cila anë? Nga ana e përkrahësve të opozitës. Për shkak se e dini, vleni ende nuk ka arritur që brenda struktura shtetërore, në institucione shtetërore të ketë në gjitha nivelet eksponent apo të punësuar dhe kreator të politikave të mbrendshme nga përkrahës duke u thirrur në profesionalizëm, në përvojë kështu me radhë, mirë po në rastet të këtilla shohim se ka dhe dalin nga kontrolli. A keni kërkuar ju llogari si vlen zoti Sali pikërisht për këtë çështje, pasi ju thatë edhe vetë që ju kanë penguar vetë si zëvendës kryeministër ato që keni parë dhe që keni arritur ta shihni edhe pse në orët e vona. Nuk arsyetohet keqpërdorimi i një rasti për A keni kërkuar reagim politike? Po, personalisht po. Keni kërkuar përgjegjësi? Po. Edhe çfarë presim sqarime ende. Do ndëshkohet të doganieri, do merren masa, për shkak se shumica atyre studentëve kanë qenë edhe vajza të reja. Ka pas, po grupi përzier ka qenë, domethënë pa marrë parasysh kushdo qoftë, edhe të kishin qenë edhe meshkuj të gjithë, nuk arsyetohet mbajtja e studentëve në atë mënyrë. Mirë po, nga ana tjetër, zoti Sali, po shohim që studentët nuk janë duke u ndalur. Gjatë ditës së nesërme është paralajmëruar edhe një protestë e studentëve në Tiranë, pikërisht në mbështetje të studentëve të tyre. Në fakt, edhe pse ata u ndaluan që t'i bashkohen protestës këtu në Shkup, por po shohim se studentët as nga Tirana, as nga Prishtina nuk ka që i ndal kush dot. Ata kanë paralajmëruar protestën në Tiranë gjatë ditës së nesërme, por së shpejti do të ketë edhe protestë në Prishtinë. Tani kështu unë sa kam arrit të lexoj dhe të shoh arsyeën e protestës në Tiranë, ka të bëjë me gjuhën shqipe. Dhe e parashoj një pyetje thjesht vetvetes, jo për arsye se jam tip empatist, që do t'i kuptoj tjerët pse vendosin të protestojnë apo të bëjnë ndonjë kërkesë të tillë. Çka ndodhi brenda kësaj periudhe 1 vjeçare, 2 vjeçare, sa duam le ta vlerësojmë, të qeverisjes vlen, në të cilën gjuha shqipe është rrezikuar aq shumë, saqë disa studentë nga Shqipëria, që Maqedoninë ndoshta për herë të parë kanë vizituar atë ditë, nuk lexojnë lajme deri ku kemi avansuar si politikë shqiptare këtu, se kemi kryetar parlamenti shqiptar, se kemi zëvendës kryeministrin e parë shqiptar, kemi ministra të cilët flasin shqip në çdo eveniment ku mbahet. Çka ndodhi aq shumë, aq e ndjeshme në periudhën 2024 fillim dhe 2026 fillim. Mirë po, pikërisht brenda kësaj periudhe, zoti Sali, gjykata kushtetuese doli me vendimin që mund të shqyrtohen, në fakt do të abrogohen disa nene të ligjit për gjuhën. Dhe kjo ishte ajo, besoj, që ngjalli shumë reagime në opinion. Apo nuk ndodhi gjatë kësaj periudhe?
Ishte pikërisht gjykata kushtetuese e cila Që mund. e shqyrtoi, domethënë se tha që do jetë në pikpyetje kushtetueshmëria e ligjit për gjuhën. Mund të abrogohen dhe do të abrogohen. Do të abrogohen? Jo, mund dhe do të ka dallim shumë. Unë e shoh një dallim shumë të madh. Që deri më tani s'ka pasur asgjë. Dhe a u rrezikua gjuha shqipe në këto 2 vite? Unë mendoj se absolutisht jo. Absolutisht jo. Dhe këtë do ta them edhe te ju edhe kudo qoftë, domethënë përsëritet për arsye se nuk ka asnjë dallim. Dhe sot studentët protestojnë në Tiranë dhe Prishtinë, kretë është në rregull, entuziazmi, dëshira për protestu, solidarizimi me studentët shqiptarët, po nëse i pyesni pse nuk e din as vetë. Sigur ta kishin ata të qartë, ndoshta edhe unë do të nisesha në Tiranë, shkoj bashkë me ta të protestoj. Kishim qëndrime të studentëve shqiptarë, të cilat thanë se vim në mbështetje, pasi që kolegëve tanë nga Maqedonia ju ndalohet provimi të jepet në gjuhën shqipe. Lutem, studenti shqiptar, i cili ka ardhur protestoj këtu, neve na quajnë maqedonësit. Ai nuk e dim pse ka ardhur protestoj. Besoj që ata që kanë ardhur e din. Po ai ishte nga grupi që, po pa marrë parasysh nuk merrem me studentin. Ishte i ngarkuar, shumë i elektrizuar ai. Po neve na quajnë maqedonësit. Ai do të na emërtoj neve shqiptarët nga Maqedonia e Veriut. Po si mos jeti elektrizuar zoti Sali 8 orë brenda në autobus. Jo, më lutem, mos ta devijojmë tash bisedën. Rasti është diçka tjetër. Terminologjia me të cilën shprehet për shqiptarët e Maqedonisë është e gabuar. Dhe nuk mund ti përkrahaj maqedonësit. Ai ka ardhur ti përkrah shqiptarët student në Maqedoninë e Veriut. Dhe nëse kështu trajtohemi ne, domethënë i bie se ka më tepër propagandë se sa protestë reale e nevojshme për politikën këtu. Fundja fundit, ne kemi marrë përgjegjësi politike. Ne përgjigjemi, ne do të shkojmë zgjedhje, nuk do të vinë ata. Po. Mirë, ajo është një kaos, zoti Sali, dhe nëse do zgjidhet, atëherë ju do të jeni ata të cilët do të jeni fitorë dhe që do e ngrini flamurin në fund të ditës për çështjen e provimit të jurisprudencës. Absolutisht, unë thash edhe në fillim. Ne kemi marrë përgjegjësinë, jemi duke punuar për një javë, shiheni, në kohë rekorde, ne gjejmë zgjidhje të duhur, jo vetëm për atë, po tash flasim për pako. Që të zgjidhet një herë për gjithmonë, mos të merremi me këtë temë. Po pra të thash që ishte kauza e studentëve, por në fund meritorët do jeni ju. Kërkesa e mjaftueshme do t'jeshte vetëm takimi që e kemi pas ne, pa nevojë për protestu. Në rregull, duan të protestojmë, këtë është në rregull. I kuptoj absolutisht. Nuk duhet ne ta ushqejmë opinionin se vetëm protesta e bani këtë. Jo, edhe pa protestë do të bëheshte kjo. Me përgjegjësi më të madhe, e them, edhe morale dhe politike dhe çfarë do qoftë. Po mirë, po reaguan studentët, thanë që nga protesta e parë deri në protestën e dytë nuk kanë pasur asnjë feedback nga ana e qeverisë për këtë rast. Shiheni. Them ato që ju dedikohen, domethënë studentëve. Ne, domethënë, unë po përsëritem tash. Për shkak se ju thoni që nuk ka bërë presion, edhe të po. Nëse 4 vite nuk është zgjedh, nëse 22 vite nuk është zgjedh ky problem, nuk mundet për një muaj në t'japim zgjidhje me njerë. Domethënë, jemi pak realist, apo nuk... Mirë, e mira e krejt kësaj domethënë është që do të ketë një zgjidhje. Nuk manipulojmë me fjalë që t'intrigohemi njëri tjetrit. Domethënë, nuk është tendencë ime që të manipuloj me opinionin. Që nga dita e parë e takimit me studentët, seriozisht jemi qasë problemit për arsye se kemi pasur është një çështje që duhet të zgjidhet. Dhe deklarimet politike tonat, edhe të mijat, edhe të kryeministrit kanë qenë në drejtimin se duhet të zgjidhet dhe të gjendet një rrugë dalje e cila do të jetë mbështetur me ligj, që mos mundet nesër XY ministri ta mohoj të drejtën e studentëve të japë provimin në gjuhën shqipe. Studentët kanë protestuar, është e drejta e tyre. Mund dalin edhe 10 herë tjera të protestojnë, është e drejta e tyre. Por procesi nuk ka ndryshuar. Nuk ka pas efekt direkt në nuk u zgjidh për një muaj ne do të dalim. Ore, mund dalish edhe çdo 2 javë në protestë, nuk është shumë problem ajo. Çështja është se ne e kemi trajtuar pa pas nevojë për presion nga protesta. Domethënë në vazhdimsi keni punuar për këtë. Ekspertët kanë punuar në bazë të dinamikës të cilën ata e kanë gjetë kohën për të
koordinuar me Për shkak zvete se për në gjithë këtë nuk studio dalje. ka qenë profesori Mersi Maksuti, i cili ka thënë që kjo është çështje një ditore, nuk duhet aq shumë kohë që të Se nuk ka merr. zgjidhur më Dhe herët. zoti Maksuti ka thënë që për një ditë le të mblidhen ekspertët, le të harmonizojnë ligjin aktual me ligjin për gjuhë dhe Po është në çështje e rastet kryer. unë profesorin nuk e njoh personalisht, dhe e di për cilin profesor flitni, rastet e ashme do të thirë që brenda 24 orë gjejmë zgjidhje juridike. S'ka problem atër. Po, ashtu e ka thënë në këtë studio, i ndoshta ne referohen zotit Maksuti. Në rregull, ndoshta ne kemi gjetë ekspertët të cilëve ju ka dashur kohë më tepër. Por koha, afati kohor, 1 muaj, 2, 3, nuk ndryshon asgjë në esencë. Po, në rregull, e qartë, do me thënë në fund të studentët do të kenë një zgjidhje. Kjo është lajm i mirë, besoj, për studentët. Kërkesa bazike nuk është koha, është zgjidhja. Është zgjidhja për gjuhën shqipe, provimin e jurisprudencës. Nuk ka të bëjë, nëse nuk bëhet brenda një javësh ne do të protestojmë. Do të thonë nuk është çështje që duhet ta diskutojnë edhe vetë studentët, por është e drejta e tyre për të vendosur për veprimet e mësuesve. Po, edhe diçka do të ndalëm këtu tek protesta, do përmbyllim çështjen e provimit të jurisprudencës. Zoti Sali, më njëherë pas mbajtjes së protestës, gjatë ditës së nesërme në Opinion u plasuan lajme për largimin e ambasadorit të Shqipërisë në vend të zotrit Denjon Mejdani. Në fakt, kujt i pengon zotri Mejdani, zoti Sali? Nuk kam informacion kujt i pengon. Unë e di se vendimet i sjell Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë. Ato të përfaqësohet nga një ambasador apo do të ketë ndonjë përfaqësues tjetër, për arsye se është i deleguar i qeverisë së atjeshme. Dhe vendimet i sjell Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë. Domethënë, ai pengon dikujt ose jo. Unë kam komunikim të mirë, siç ju informova paraprakisht, kemi pas koordinim dhe informim për çështje të caktuara, kështu që nuk mund të jap ndonjë vlerësim i cili t'i pengon. Thjesht A ka kërkuar dikush nga Maqedonia largimin e zotrit Mejdani, ashtu siç ka pasur disa informacione në Opinion, besoj se e keni të qartë për çfarë flas. Nuk kam informacion kush ka kërku. A ka kërku dikush nga Ministria e Punëve të Jashtme që të tërhiqet në mënyrë zyrtare, nuk ka pas asnjë kërkesë të tillë, unë sa e di, dhe besoj se duhet të isha informuar nëse do të kishte në mënyrë zyrtare kërkesë për tërheqjen e tij, nuk ka pasur ndonjë kërkesë të tillë. Erdhi kjo më njëherë për shkak se zoti Mejdani më herët i ka mbështetur edhe protestën, ka mbështetur gjuhën shqipe kështu me radhë. Erdhi kjo si rrjedhoj e këtyre reagimeve të zotit Mejdani? Po nuk mund të flas për diçka që nuk jam i informuar rreth asaj teme, ndoshta duhet vetë ambasadorin ta pyesni, unë do ta përsëris edhe një herë. Mendoj se komunikimin si zëvendës kryeministër i parë kam në nivelin e duhur me zotin Mejdani, edhe për vizitat e zyrtarëve nga Shqipëria, po edhe për temat të tjera të cilët kanë të bëjnë me interesin e përgjithshëm, kështu që nuk A mendoni që a mund të del lajm i rrem zoti Bekim Sali largimi i zotit Mejdani, për shkak se në bazë të disa informacioneve të cilët arrita ti konfirmoj, me sa duket zoti Mejdani nuk do të largohet nga vendi. Do të vazhdoj që të jetë ambasador i shtetit shqiptar në Maqedoni. Shihni, për neve si pjesë e pushtetit ekzekutivit aktual, unë si zëvendës kryeministër i parë do të respektoj çdo diplomat të cilin Shqipëria do të vendosë që ai të jetë përfaqësuesi i shtetit shqiptar. Për neve është i mirëseardhur, do të thonë bashkëpunimi do të vazhdojë njëjtë, nuk ka ndonjë arsye që të ndroj qasja apo mos të kemi komunikim. Do të thonë vazhdojnë raportet e njëjta. Po, funksionojnë. Në rregull, zoti Sali, po vazhdojmë atëherë me ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Tani është në dorë të deputetëve të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, atëherë cilët deputet jo maqedonas në këtë rast do të mbështesin ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, për shkak se kemi parë qëndrimet e opozitës shqiptare thonë që janë në këtë fakt kategorik se nuk do e mbështesin, nuk do e kenë votat, mirë po nga ana tjetër kemi parë përfaqësues të vlenit të cilët thonë se e kemi siguruar, në këtë rast do e sigurojmë edhe Badenderi. Po të gjithë ata që thirren në marrëveshjen e Ohrit dhe është dashur ta respektojnë dhe implementojnë marrëveshjen e Ohrit në përpikmëri,
mendoj se e kanë obligim moral, politik, kombëtar të përkrajnë një ligj i cili është në kornizat të marrëveshjes Ohrid. Nuk është ky ligji i Vlenit, nuk është ligji i zotit Fetaj, i cili e ka punuar gjatë kohë, nuk është ligji një komisioni i cili ka punuar mbi këtë ligj. As nuk do t'jetë ligji Bekim Sali i cili do të mbrojë këtë ligj para deputetëve në kuvendin e vendit. Kështu që të gjithë ata të cilët duan ta implementojnë dhe ta avansojnë marrëveshjen e Ohrit, edhe më tutje do duhet ta përkrajnë një ligj i cili është si pjesë e marrëveshjes së Ohrit. Dhe unë jam i hapur, unë dhe qeveria është e hapur për amandamentet të cilët do të kishin kontribuar ndoshta për përmirësimin edhe më të mirë të ligjit, që ndoshta mund të ketë propozime të tilla, nuk e di, nuk kemi pas komunikim me deputet nga partitë tjera politike, por jam i hapur të shohim. Domethënë kur do të filloj procedura parlamentare. Jeni optimist se do të siguroni Badenterin? Unë jam optimist që nga dita e parë kur e kemi përfunduar punën mbi ligjin, për arsye se ajo është një verzion të cilin qeveria e ka miratuar, po tash opozita duhet të jep kontributin e tij për ta përmirësuar ligjin, nëse kanë vërejtje të tilla, nëse ka diçka që ata e vlerësojnë. Ka hapësirë ende për intervenim? Nëse ata e vlerësojnë. Sipas nesh jo, por nëse ata vlerësojnë, do i kishim marrë domethënë parasysh vërejtje. Do duhet të diskutojmë për arsye se duhet të përkrahet nga gjithë deputetët që nuk janë jo Maqedonas. Unë jam optimist se ai ligj duhet të kalojë sa më shpejt që të kemi edhe një bazë, edhe një përmbushje, një pikë e cila e përmbush marrëveshjen e Ohrit. Jeni në kontakt me deputet shqiptar për ta përkrahur këtë ligj? Me shumë siguri edhe zoti Kasami e ka thënë të njëjtën. Domethënë kështu, ligji është në procedurë parlamentare. Dispozicion të deputetëve, kanë kohë ta lexojnë versionin final, ta analizojnë, të bëjnë sugjerimet e tyre, natyrisht komisionet kur do të mbahen, unë do të jem aty dhe do t'i marrim gjitha kërkesat e tyre, vërejtjet në. Po, janë marrë parasysh të gjitha vërejtjet, në fakt mendimet e Komisionit të Venecias në këtë rast, pasi që e dim që ligji ishte atje, u kthye. Arsyeja pse ky ligj është punuar rreth një vit e gjysmë pothuajse, është bashkëpunimi të cilin e kanë pas edhe ekspertët ndërkombëtar për këtë në Komisionin e Venecias. Do thënë, arsyeja e zgjatjes së punimeve ka qenë kjo. Dhe ky ligj nëse nuk kalon atëherë i bie se eksponent politik shqiptar, të cilët thirren shpesh në marrëveshjen e Ohrit, nuk e respektojnë vetë marrëveshjen e Ohrit dhe nuk i respektojnë mendimet e Komisionit Venecias, domethënë. Ju, domethënë në këtë konflikt interesash duhet futen edhe në ujëra të cilat ata nuk do të kishin dashur. Ju vazhdoni të qëndroni rreth qëndrimit tuaj, të cilin e keni thënë edhe më herët, që ky ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është më i mirë se sa balansuesi i cili u shfrytëzua akoma më parë dhe i njëjti garanton edhe përfaqësimin e drejtë, por edhe adekuat. Për shkak kritikave nga ana e opozitës. Edhe meritokracinë institucionale, edhe interesin e institucionit, i qëndroj ende asaj, domethënë unë vlerësoj se është një avansim më i madh në këtë drejtim për të pas institucione më profesionale dhe me përfaqësim të drejtë dhe adekuat nga etnitë të cilat jetojnë. Po në këtë ligj, zoti Sali, në këtë ligj të ri, në fakt tek balansuesi janë parapar edhe kuotat etnike brenda ligjit, por këtu nuk është se i kemi. Nuk parashihen. Është kështu. Ligji është bazë në të cilën duhet brenda 6 muajsh, aty e keni me nen, ku brenda 6 muajsh duhet të formohet, të krijohet metodologjia e punës, edhe të trupit koordinativ, po edhe të institucioneve, si duhet t'i realizojnë në të ardhmen konkurset në të cilat do të pranohen administratorë të ri. Unë vetëm një përkujtim do t'a bëj, një vit e gjysmë, pothuajse 2 vite tash do t'i bëjmë, ku funksionojmë, qeveria funksionon pa balancues dhe pa ligj. Do thonë, de jure nuk kemi në bazë juridike në të cilën duhet të respektohet në një procedurë etnike. Po, mirë po gjatë konkurseve as pak nuk parashihet kjo. Mirë po,
raporti final i avokatit popullit thotë kështu: është rrit përqindja e shqiptarëve në institucionet shtetërore nga 22.3% në 22.8%. Edhe atë flasim për një vit, 0.5%. Po si arrini të siguroni, zoti Sali, ku në bazë të konkurseve të cilët shpallin ministrit, askund nuk është evidentuar kuota etnike në këtë rast, edhe kjo dihet shumë mirë, për shkak të shfuqizimit nga ana gjykatës kushtetuese që në vitin 2024. Kjo i bie të jetë një gjë politike. Domethënë, si është përmirësuar gjendja etnike në institucionet shtetërore pa pas bazë juridike, duke respektuar marrëveshje politike, duke pas një kriter, duke përmbushur gjitha kushtet të cilët kërkohen në konkurse. Jo vetëm etnia, e dini në balancues, kishim shumë Maqedonas që ndjeheshin, me ndjenja ishte, se një javë ndjeheshin shqiptar, derisa punësoheshin, pastaj pra vazhdonin të ndjehen si Maqedonas. Po, edhe në këtë rast, zoti Sali, kjo nuk do të ndodhë. Po, si nuk do të ndodhë, ku për shkak të neni 6 i ligjit, në këtë rast, Lus Regjin, atër që të shohim edhe ligjin, neni 6 thotë se deklarimi etnik është vullnetar, edhe ata pa të dhëna. Në këtë rast, atër si do të në fakt bazohet përkatësia etnike? Po, bazohet në dokumentin personal të tij, letër njoftimin. Po, për shkak se tek neni 6, do me thënë paragrafi 11 thotë se çdo qytetar ka të drejtë të deklarohet lirisht për përkatësinë e tij etnike ndaj cili do komunitet i cili është në shtet. Pra, deklarimi i përkatësisë etnike është vullnetar. Të shohim regjia atë ligjin. Deklarimi është vullnetar, por ju duhet të dorëzoni letër njoftimin në momenti kur hyni në konkurs, apo? Në momenti kur letër njoftimi juaj e ka gjuhën maqedonase dhe shqipe, i bie se ju jeni shqiptar, apo? Për arsye se nëse do t'ishit përkatës si një etnie tjetër si bosnjak, rom, turk e kështu me radhë, ju nuk do ta kishit gjuhën e dy shqipe, po do ta kishit bosnjakisht. Letër njoftimin. Dhe nëse ju, për shkak të konkursit, doni të ndjeheni dhe t'jeni përkatës i një etnie të caktuar, do duhet ta prishni letër njoftimin aktual dhe të merrni letër njoftim tjetër që nuk kupton përkohësisht të bëheni përkatës i një etnie tjetër derisa kryhet konkursi dhe përsëri të ktheheni te ajo. Ajo i bie se ju do duhet 2 herë apo 3 herë ta prishni letër njoftimin tuaj. Po, mirë, po ka raste të tjera, zoti Sali, çfarë në qoftë se kualifikimet janë të barabarta? Për shkak se neni 8, në këtë rast, paragrafi 3 thotë se kualifikimet, profesionalizmi dhe kompetencat do të jenë edhe kritere primare, ndërsa përkatësia etnike, pra mund të merrem parasysh vetëm nëse do të ketë një rast i cili e thashë edhe më herët, do të kemi 2 kandidatë të cilët do të jenë në rregull. Me kualifikime të njëjta. Nëse në një konkurs të caktuar paraqiten 3 kandidatë nga 3 etni të ndryshme dhe i përmbushin gjitha kushtet të cilat janë të njëjta. Po supozojmë gjitha të njëjta, atëherë shkohet në bazë të nivelit të përfaqësimit etnik në institucion. Cila etni mungon? Kjo është detyrë e metodologjisë të cilin trupi koordinativ do ta precizojë më qartë. Si udhëheqësit e institucioneve duhet vendosin mes 3 kandidatëve të cilët janë me kriteret njëjta dhe i përmbushin të gjitha kriteret në mënyrë të njëjtë. Atëherë, si vendosin cili do të shkojë, do të punësohet, do të angazhohet në institucion. Po, nga ana tjetër përveç e kam të qartë, po, mungesa përkatësisë etnike në një institucion do të jetë edhe... Absolutisht, do të jetë përparësi kandidatit që të vazhdoj, domethënë kështu. Kjo domethënë do jetë arsyeja e balancës përkatësisë etnike, në këtë rast që do e ruaj këtë vullnet. Në këtë mënyrë ne kemi arritur që 22.3 të bëhet 22.8. Kështu keni vepruar edhe nga shkarkimi balancuesit? Domethënë kështu, nuk kemi shkuar deri në këtë detaj. Mirë, po duke pas kujdes për përfaqësimet në institucione ku kishim 0 përfaqësim, t'i lëm anash propagandat e tipit 35 Maqedonas u punësuan 0 shqiptar. Jo, ore, është nda konkurse në 2 faza në të cilën ka mund janë punësuar 35 Maqedonas, pastaj në thirrjen e dytë janë punësuar 8 shqiptar ose 10. Do të thonë, është ruajt balansi në çdo institucion. Kështu është arritje dhe suksesi. Se këto janë dhënat pe avokatit popullit, nuk janë partisë vlen. As të qeverisë nuk janë. Do të thonë,
është një trup i cili e ndjek çdo vit dhe raporton për përfaqësimin etnik në institucionet shtetërore. Nga ana tjetër vërejtje, domethënë pikërisht në këtë ligj ka pasur si rrjedhje e mekanizmave ndëshkues. Thonë që nuk ka mekanizma ndëshkues. Në këtë rast, zoti Sali, atëherë kush do i ndëshkojë institucionet për mos zbatim të këtij ligji? Tash kështu. Nëse parashtrohet pyetja në çfarë mënyre do të ndëshkohet një drejtor, ministër, zëvendës ministër, një eksponent politik, udhëheqës i një institucione, nëse nuk e respekton modelin të cilin metodologjia do t'ja përcaktoj në mënyrë qartë dhe të definuar, unë e shoh se në opinion flitet shpesh nuk ka gjoba, nëse s'ka gjoba nuk respektohet. Aktualisht nuk kemi as gjoba, as ligj, as bazë juridike, as kurrë s'kemi, por respektohet. Në çfarë mënyre do të cilat janë pasojat e një udhëheqësi të një institucioni, nëse nuk respektohet ligji dhe metodologjia të cilën do ta përcaktojë trupi koordinativ i qeverisë. Ta kemi parasysh se trupin koordinativ të qeverisë do ta udhëheqë zëvendës kryeministri i parë. Domethënë ju do jeni udhëheqës i këtij grupi koordinues. Sot jam unë, pas 5 viteve mund të jetë dikush tjetër, i cili do të jetë udhëheqës shqiptar, i cili do ta udhëheqë trupin koordinativ të qeverisë. Po, për shkak se më herët thanë që do jetë një zëvendës kryeministër, por nuk u bë publik sa do jetë shqiptar apo. Po dihet ajo. Do të thonë është e thënë, kemi thënë që do të jetë udhëheqës i trupit koordinativ. Jo rastisht edhe unë e përfaqësoj e prezantoj ligjin dhe mbroj para deputetëve. Në metodologji do të jetë e qartë se si duhet të rrjedh përzgjedhja e kandidatëve. Nëse nuk respektohet ky vendim, tash parashtrohet pyetja, a është gjoba financiare mekanizëm i duhur apo janë pasojat politike ndaj një udhëheqësi të institucionit nëse nuk respekton një konkurs apo një metodologji të cilin trupi koordinativ i qeverisë ka vendosur. Po, mirë, po ky grup koordinativ, zoti Sali, nuk do të ketë fuqi ndëshkimi në këtë rast. Apo do ketë qeveria në këtë rast? Ndëshkim politik, kush i emëron ekzekutivin? Qeveria. Që do të thotë se ky grup kontrollues do të raportojë qeverisë dhe qeveria më pas të veprojë. Dhe do të sugjerojë shkarkimin apo largimin e një udhëheqësi të një institucioni i cili nuk respekton trupin koordinativ apo ligjin për përfaqësim drejt dhe adekuat. Do ishte më e mirë që t'ishte dhënë dikujt tjetër për shkak se qeveria duhet t'i ndëshkojë institucionet e veta të cilët janë në kuadër të qeverisë. Ne i emërojmë dhe ne i shkarkojmë, ne edhe sot e kësaj dite. Më thonë, nëse një institucion nuk udhëhiqet në mënyrën e duhur, i shkarkojmë njerëzit dhe i emërojmë tjerët. Më thonë, kush ka ingerenca më të larta se qeveria për të shkarku dikën? Do me thonë jeni i sigur dhe po e më përbyllim të çështje. Gjobat financiare janë dëshmu se nuk janë mekanizma për të respektu ligjin. Për arsye se dënonin në mënyrë me gjobë drejtorin, ministrin, 500 euro, 2000 euro, 5000 euro, ndoshta me vetë dije e banat. Po në këtë rast do t'jem pra më të repta ndëshkimet, apo? Po shkarkime. Shkarkime më njërë, po. Mirë, më shumë se sa shkarkimet... Cila është esenca mos të respektojnë ligjit që nejse t'jeni shkarkuar. Shpresojmë atë në qoftë se ligji do të ketë edhe mbështetje nga ana e opozitës, të cilët thonë se janë kategorik se nuk do e mbështesin këtë ligj. Zoti Sali, të kalojmë pak atëherë tek ndryshimet kushtetuese. Ditë më parë pam liderin e LSDM, zotrin Venko Filipçe, i cili i bëri thirrje edhe kryeministrit Mickoski që së bashku të gjejnë një zgjidhje për të arritur që të realizojnë ndryshimet kushtetuese. Ju si qeveri vlen jeni duke bërë presion tek kryeministri Mickoski që ndryshimet kushtetuese të bëhen sa më shpejt, me qëllim që vendi t'i hap rrugë procesit eurointegrues, për shkak se ju ka ditë që jeni kthyer edhe nga Brukseli për vizitën zyrtare, e shohim që presionet edhe nga Brukseli janë në vazhdimsi. Kështu, me që lexoj shumë tituj nga opozita, të cilat merren me ndryshimet kushtetuese, por as pak nuk merren me përmirësimin e funksionimit të institucioneve, për shkak se këto janë dy procese të ndërlidhura mes vete. Njëra patjetrën nuk vlen në Bruksel. Do të thonë, bëni sot ndryshimet kushtetuese, ato do thonë, po ku e keni agenda reformuese? Për të cilën LSDM u tërhoq. Do të thonë kështu. Nëse ju i bëni ndryshimet kushtetuese sot,
nuk hyni në bisedime për antarësim. Po thot, edhe agenda reformuese du të ashtyni. Dhe aty ka dinamik. Ajo ka afate kur duhet cilat ligje dhe ndryshime të akteve tjera nën ligjore të ndryshojnë për të plotësuar kushtet që të mund të fillojnë bisedimet. Po, mirë, po ju e keni fuqinë si qeveri së bashku me VMRO DPMN, zoti Sali, për shkak se vetëm VMRO DPMN 58 Vetëm ta sqaroj. Edhe nëse sot i bëjmë ndryshimet kushtetuese, nuk i fillojmë bisedimet, po duhet edhe agenda reformuese ta hecim deri në fund. Dhe kjo ka dinamik, kjo ka Se afat. deri më tash nuk janë harmonizuar shumica e ligjeve me agendën europiane. Për shkak se ka afat. Do të thënë, ne nuk mund të ndryshojmë një ligj sot, i cili ka afat deri në fund vitit 2027. Po kemi ligje tjera, të cilat sot, për shembull, një grup ligjesh, të cilat do të ndryshojnë deri në fund të vitit 2026, të qershorit 2026. Do të thënë, ne punojmë për ato që i kemi në afat. Mirë, ndryshimet kushtetuese kanë qenë shtylla kryesore dhe kërkesa e vetme për t'i hapur rrugë procesit. Është pika e parë dhe e fundit. Edhe nëse e bëni të parën, edhe të fundit, është e njëjtë. Po, mirë po është kryesorja. Është e rëndësishme, nuk është kryesorja. Më thonë, këtë duat edhe juve dhe opinionit ta bindë se nuk është kryesorja. Është shumë e rëndësishme dhe kusht është patjetër, sigur kjo edhe kjo. Po, mirë po kjo është më problematikja, zotëri Sali. Dhe ligjet tjera besoj që atëherë më lehtë do harmonizohen. Shihoni. Procesi integrimit ton, patjetër ta pranojmë, do të kemi edhe raste tjera, ndoshta të flasim vetëm për integrimet. Procesi integrimit nuk bëhet vetëm me vendime politike, po duhet edhe institucione të përmirësohet puna, institucione të thjeshtësohen procedurat brenda dhe të harmonizohen me ligjet evropiane, që të mundemi nesër të jemi antare e plot e Bashkimit Evropian. Pa i përgatit institucionet, nuk mund të jemi antare e plot e Unionit Evropian. Sikur edhe 3 herë të ndrojmë kushtetutën dhe t'i vëndojmë përveç bulgarve edhe etnit tjera për sërinë nuk i Si ndodhi ky ngërç, zoti Sali, për shkak se shohim që në fakt disa ditë na ndajnë që Shqipëria do i hapë edhe kapitujt me Bashkimin Evropian. Ne ishim së bashku me një pako me Shqipërinë, si mundot që Shqipëria të ecë kaq para në këtë drejtim, të harmonizojë të gjitha ligjet me legjislacionin evropian, ndërkaq ne mos mund ta bëjmë të njëjtën. Se në të njëjtën periudhë kemi filluar me këtë harmonizim. Është çështje e procesit të cilin duhet ta kalojmë ne gjithë së bashku. Domethënë kështu. Kur bëjmë ne krahasimet me shtetet tjera, po ishim së bashku me Shqipërinë në një pako. Jo, ishim në pako e shteteve për të cilat u hap mundësia për fillimin e negociatave. Për fillimin e negociatave. U hap mundësia, mirë po. Edhe filluan në të njëjtën periudhë kapitujt të hapen në këtë rast. Por çdo shtet kishte pako të ndryshme. Nuk i kishim gjithë njëjta. Po. Malizi ka pas pakot e veta, ligjet e veta, sasinë e pakove të ndryshme, vlerën e çdo hapi që e plotëson, vlerën financiare të ndryshme. Shqipëria ka ndryshe, ne kemi ndryshe. Dhe ne të gjithë garojmë brenda vetvetes, nuk garojmë me njëri tjetrin. Për arsye se ne nëse kemi ligje për transportin, për shembull, nëse ne kemi 10 ligje për transportin, ato mund të kenë 3. Apo për arsimin mund të kemi në 20 ligje, Malizi mund të ketë 7. Domethënë, nuk jemi të njëjtë. Po jemi në një grup të shteteve për të cilët Unioni Evropian ka thënë po, në rregull jemi të gatshëm t'ju pranojmë dhe t'ju përkrahim në procesin e integrimit. Mirë, po në vazhdimsi janë thirrjet edhe nga vajt ishin thirrjet në këtë rast. Vetëm duhet ta bëjmë të qartë. Ndryshimet kushtetuese nuk janë kushti i vetëm. Agenda reformuese dhe plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor është proces në vete, i cili për mua është shumë më i rëndësishëm për shkak se kemi të bëjmë me shumë institucione dhe funksionimin më të mirë të shtetit për qytetarët tanë, jo për Unionin Evropian. Unioni Evropian mund të ketë raporte me Maqedoninë, marrëdhënie ekonomike, financiare, ndoshta politike për siguri e kështu me radhë, mirë po ata nuk jetojnë këtu. Qytetarët tanë jetojnë këtu. Dhe duhet të përmirësohet mënyra e funksionimit të institucioneve për qytetarët tanë. Ky është proces më i rëndësishëm se sa vendimi për ndryshimet kushtetuese, besoni.
Po, mirë. Ndryshimet kushtetuese është vendim politik të cilët me numra Po, pra besojmë që arrihen. ka vullnet atër politik për të njëjtën. Po nuk ka, shiveni. Për shkak se ju si Nuk vlen ka- keni thënë që brenda 6 muajve do i bëjmë ndryshimet kushtetuese. Edhe në fakt, zoti Sali, ishin edhe premtimet në fakt të kësaj qeverie, që prioriteti i kësaj qeverie do të jetë ekonomia, drejtësia dhe bashkimi evropian. Do i arrini të gjitha brenda mandatit? Ekonomia, drejtësia Dhe dhe BE-ja. administrata, reformat në administrat, janë 3 shtylla shumë të rëndësishme për integrimin tonë në Bashkimin Evropian. Pa këto 3 nuk bëhet. Jo kushtetuta, edhe 3 herë kustetutën të ndryshoni, pa këto 3 nuk bëhet. Pa funksionimin e mirë të administratës nuk bëhet. Pa drejtësi, luftë kundër korrupsionit nuk bëhet. Besoni, reformat në drejtësi janë shtyllë shumë më e rëndësishme se ndryshimet kushtetuese. Deklaratën, thoni Vleni e ka thonë afati 6 muaj e kështu me radhë. Nëse e shifni mirë, tash unë nuk dua të merrem me të kaluarën, po eksponenti i cili e ka deklaruar këtë fjalë nuk ka të bënë me integrimin evropian. As nuk e din procesin as pak. Përveç Janë vendime- zotit Aravari e ka thënë edhe Orhan Murtezani, i cili ishte më pas në Jo, postin Orhan të cilin Murtezani ju nuk edhe e ka thënë, ofiqni. nuk e ka thënë për 6 muaj, si do që tjetë. Nuk e ka thënë se ai procesin e njeh shumë mirë dhe ka qenë edhe ministri i çështjeve europiane. Domethënë, e përmendet eurodeputetin Vajc. Vajc, po. Për shembull, raportet e tij janë shumë pozitive në 2 vitet e fundit. Por jo edhe i fundit. Raportin e fundit para disa muajve kishte shumë kritika dhe bëri presion që Jo, pa ndryshime kushtetuese nuk ka Raporti alternativë. i tij duhet del në fund të majit. Tash duhet del. Po, nuk mirë ka po më para disa herët që muajsh. pat Nuk ka para disa muajsh. draft raportin që e paraqiti para deputetëve. Më thënë, kështu, mendoj se jemi shumë shoqëri e ndjeshme, fragjile për propagandat të cilën bëhen kohë mbas kohe dhe nuk duhet të jemi viktime e propagandave dhe Thoni duhet që të nuk ishin të filtrojmë. vërteta. Më thënë, raporti final i tij del në fund të majit. Çdo të enjte, jam vetë dëshmitare që e kam dëgjuar drejt për drejt seancën në Komisionin Evropian, ku u drejtua edhe zoti Vajc, i cili e paraqitet draft raportin, por edhe në fakt duke i elaboruar gjërat pozitive, reformat të cilët kemi arritur, ligjet të cilët janë harmonizuar, por këtë rast i përmendi edhe ndryshimet kushtetuese dhe ishte e njëjta kërkesë. Kështu, nuk ka pas, këtë e them sot, do të them edhe mbas 6 muajsh edhe mbas 1 viti, nuk ka pas përkushtim më të madh për procesin eurointegrues se sa në këto 6 muajt e fundit. Asnjëherë nuk ka pas përkushtim më të madh. Besoni. Edhe opinionet E cilat janë sinjalet atëherë për shkak se jemi nga fundi. Ne kemi përmirësim të imazhit tonë si shtet i cili është i orientuar për integrimin evropian. Jo se ndonjëherë nuk e kemi pas. Deklarativisht po, por t'i përveshim krahët me institucionet, t'i përmirësojmë ligjet me këtë dinamik, me plotësimin e 16 pikëve në janar. Tash presim dikun rreth 25-26 pikë do t'i plotësojmë. Tash në fund qershorit. Dhe janë proceset të ndryshimit ligjeve, mirë po edhe implementimi i tyre në institucione është kusht. Nuk është vetëm shkrimi i ligjit dhe miratimi në parlament, edhe implementimi i tyre. Domethënë, janë procese për të cilat qeveria është e përkushtuar maksimalisht. Dhe ne këtë dinamik jemi duke rrit produktivitetin si institucione, koordinimin mes vete që e kemi. Asnjëherë nuk ka pas kësaj lloj dinamike, përherë ka pas deklarativisht. Bëjmë program të këtill, bëjmë program të atill, kemi ndryshuar disa programe, po procesi nuk ka lëviz. Institucionet tona kanë mbetur Mirë, në në një qoftë se jeni duke përshpejtuar këto hapa drejt fillimit të negociatave drejt Bashkimit Evropian, atëherë sa kohë do na merr me këto hapa të përshpejtuar për të arritur edhe aty ku e kemi obligimi sillur. jon mbas marrëveshjes të cilën e kemi me Komisionin Evropian është deri fund të vitit 2028 të plotësohen 136 pikë të cilët ne i kemi nënshkruar si marrëveshje. Janë 136 pikë të ndryshme, ligje, akte në ligjore, reforma brenda institucioneve, ndryshimet institucione e kështu me radhë, ristrukturimet mbrendshme, mënyre e miratimit të buxhetit të shtetit e kështu me radhë. Domethënë, janë 136 pikë të cilët ne duhet të ndryshojmë deri në fund të vitit 2028. Dhe këtë dinamik ne e ndjekim tash. Nëse ka pas ngecje një kohë, tash na është përshpejtuar
dhe është ngarku më tepër procedura. Do ishte i pranueshëm për ju propozimi i antarësimit të vendit pa të drejtë vote në BE? Është diskutu si opcion, edhe pse ne si shtet besoj se do të kishim interes të jemi në klubin e shteteve të zhvilluara të Unionit Evropian. Nga nga tjetër, më falni, këtu nga nga tjetër kishim edhe kancelarin Gjerman, i cili bëri thirrje edhe për vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe për Ukrainën dhe Moldavin. Ne do të kishim interes që të jemi pjesë e atij grupit të shteteve të zhvilluar të Unionit Evropian, por në parasysh në fazën fillestare do të kishim të drejtë të plot për votë, apo jo, po antarësimi na jep shumë mundësi zhvillimi në vendin tonë dhe shumë tema me të cilat ne sot merremi nuk do të ishim temë diskutimi atëherë. Dhe jemi krejtësisht në fund, zoti Sali, do kisha dashur pak të ndalemi tek vlenin në minuta shumë të shkurtër, me që tani vlenin e kemi një, u shuan të gjitha dilemat në opinion, edhe të opozitës shqiptare në këtë rast, të cilët ishin shumë pesimist dhe thonin që nuk ka, asnjëherë nuk do bëhet vleni një, por ja tani kemi një parti politike, unë po ju pyes kështu atëherë, janë qetësuar gjakrat në vlen ku më herët kishim domethënë disa pakënaqësi të cilët ndodhin. Tani, jeni kompakt? Tash nuk di për cilën pakënaqësi flisni. Vleni ka thyer disa barriera në skenën politike. Kemi dëshmuar se mundemi dhe dim si ta bëjmë. Kur ka vullnet politik, gjithçka zgjidhet. Ishte i lehtë unifikimi? Në fazat e para ka qenë e pamundur, ndoshta për shkak të paragjykimeve dhe historisë në skenën politike, ku partitë vetëm janë nda, asnjëherë nuk janë bashku, dhe për herë të parë ndodh bashkimi, tash procesi i kundërt. Dhe në procesin e kundërt, një pjesë e madhe edhe opinionit edhe e skenës politike ishte skeptike se mund të bëhet, po thoshin edhe nëse bëhet nuk do të jetë funksionale kështu me radhë. Mirë, po sot vlenin e kemi një, është organizuar, tash fillojmë me organizimin e mbrëmshëm të organeve të partisë dhe gjithçka është në rregull. Domethënë, ne kemi pas 2 cikle zgjedhore në të cilat jemi sfiduar si koalicion. Dhe sfidat si koalicion janë më të mëdha se si një parti. Dhe unë besoj që në zgjedhjet e ardhshme do të jemi edhe më të unifikuar, po edhe më të zgjeruar, më të shtrirë në teren, për shkak se gjithë skeptikët do të jenë të parët që do të antarësohen në vlen. Ata që s'kam besu. Unë pres rezultatet e parë, domethënë të ardhshme në zgjedhjet parlamentare, kur do qofshin ato, ne të kemi diku rreth 40% më tepër përkraje nga opinioni. Nga ana e qytetarëve. Trupin tonë votues të arrisim për 40%. Këto janë pritshmëritë e mia sot. Flasim për në periudhën kur jemi unifikuar, po ende si kemi organet e shtrira të përbashkëta. Nga ana tjetër, do i prek, cilat ministra të qeverisë do i prek rikonstruimi i qeverisë? Të vlenit e kam qëllim. Për shkak se në qershor u përfol që do ketë rikonstruim, ja së shpejti duhet të ndodhë njëjti. Po janë tani kështu, nëse është patjetër të flasim me pozita, janë 2 pozita të cilët janë të lira. Zëvendës kryeministri për udhëheqësi të mirë dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. E politikave sociale. Po, mendoni që i takon kuadër të i vlenit në vend të zotrit Liman? A do të vazhdon të ketë vleni të dyjat, apo njërën do të ketë ndonjë kombinim të mundshëm në të ardhmen për shkak të efikasitetit më të madh institucional, ajo do të jetë çështje bisedime brenda qeverisë. Mendoni që zotri Limani do jetë pjesë e rikonstruimit të qeverisë për shkak se zoti Mickoski u përgjigj shumë shkurt duke thënë që ja zotrin Limanin e kam pranë meje dhe ishte përgjigja ndërsa. Çfarë vendimi do të merret nuk e di, mirë po një gjë është e qartë se nuk do të jetë propozimi i vlenit. Domethënë kjo është. Po, i luhatët karrigja vlenit në qeveri apo jo? Do vazhdoni deri në fund të mandatit, apo do ketë zgjedhje të parakohshme dhe po e përmbyllin? Në mënyrë figurative, i luhatet figurative
i luhatet që nga dita kur është formu qeveria. Më thënë, propagandat nuk janë ndalë edhe 3 muaj, në vjesht, para vitit të ri, mbas vitit të ri, para zgjedhjeve lokale, mbas zgjedhjeve lokale, e kështu me radhë, më thënë, jemi lodhë nga këto propaganda boshe të qajtoreve, të hapësirave ku flitet pa argumente, qajtoreve në aspektin në thojza. Nuk ka arsye për shkak se edhe i plotësojmë kërkesat e trupit votues tonit, po edhe të obligimet qeveritare të cilat i kemi marrë përsipër që disa procese të shtyjmë në interes të qytetarëve. Institucionet tona i udhëheqin në mënyrë të denjë, e dini, çdo udhëheqës institucion është i përgjegjshëm. Unë mendoj se ekzekutivi i vlenit është disa herë më i mirë në performancë, po edhe në mungesë, në mospasje të skandaleve në udhëheqje, për shkak se edhe kjo është shumë e rëndësishme. Edhe performancën ta keni të mirë, edhe mungesë të skandaleve, unë mendoj se është një politikë bërje e re, një model i ri i funksionimit në qeverisje. Po me që tani jeni një, besoj që do i keni rrugët më shumë të hapura për të fokusuar tek qeverisja, se sa a do bëhet vleni një apo jo? Por ne gjithmonë kemi qenë të fokusuar në qeverisje dhe nëse u kujtohet në emisionin e fundit unë në disa raste e pata përsërit se nuk ka rëndësi se si do të organizohet vleni, me rëndësi se vleni bëhet një. Kush, në çfarë pozite do të jetë, si do të jetë, nuk ka shumë rëndësi. Përsëri ne obligimin e kemi politik. Askush nuk do të na votoj neve nesër në zgjedhjet parlamentare për shkak se ti je sekretar, ti je kryetari i partisë, po do të vlerësojnë performancat të cilën e kemi pas ne. Jeni të gatshëm për zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe po e përmbyllim në qoftë se ata do të mbahen në pranverë të vitit të ardhshëm për shkak se zoti Mickoski tha që do jenë shumë shpejt e kështu me radhë. Shumë shkurt ju lutem. Ne kemi përsërit disa herë se jemi të gatshëm për zgjedhje, po a ka nevojë për zgjedhje është çështje debati. Për arsye se zgjedhjet 3 muaj para dhe 3 muaj mbas, diku 6 muaj, 7 muaj janë stagnim i funksionimit të institucioneve shtetërore. Qytetarët nuk marrin performancë më të mirë në atë periudhë 6-7 mujore, kështu që nuk është interesi i qytetarit që të ketë zgjedhje, por në aspektin politik a jemi të gatshëm, ne jemi të gatshëm për shkak se edhe kemi përkrahje dhe jemi reorganizuar. Mendoj se do dalim shumë mirë, siç e theka edhe më herët, pej sot parashikimi im është se 40% do të dalim më mirë se sa ajo që kemi pas. Po, do e dëshmojnë këto në qoftë se do kemi cikël zgjedhor. Zoti Sali, faleminderit shumë për kohën. Ju faleminderit shumë për mundësinë t'ju drejtohem edhe juve dhe t'i sqarojmë disa tema për shkak se në mungesë të komunikimit vazhdueshëm po lejmë hapësirë që opinioni të jetë i ngulfatur me propagandë e kështu me radhë. Faleminderit televizionistët të nderuar, ju falenderojmë edhe juve për vëmendjen, mirupafshim.